Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Univers kemi dy figura universale. Një figurë universale që ndoshta e njihni, po duhet ta njihni, është Donald Suxho, ish kapiteni i ekipit të Shtetet e Bashkuara të voleybollit, një lojtar voleybolli i cili ka tundur rrjetat e voleybollit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, edhe kemi edhe mikun e Donaldit, Josif Stavren, nga minoriteti Maqedonas në Shqipëri, i cili prej shumë kohësh këtu në Shtetet e Bashkuara ka kompaninë e tij IMAC, Import, Export. Po pse janë bërë bashkë këta të dy, do thoni ju? Kush i ka bërë bashkë? Tua them sekretin? Po. Bashk i ka bërë birra Korça. Ajo që ju të gjithë doni ta pini, ajo që ju të gjithë doni ta shijoni në këto ditët e nxehta që s'po merren vesh Michiganit, një ditë e nxehtë, dy ditë ftohta, po birra është gjithmonë e ftohtë. Dhe këta miq të dy së bashku janë sot këtu për të nisur një nismë të re. Unë po thoja që ujin e Moravës që del në përmjet birrës Korça ta sjellin këtu në fushat e Amerikës edhe këtu në Michigan, mirë se erdhët. Është kënaqësi që shqiptarët të përpiqen që produktet shqiptare t'i sjellin në Shtetet e Bashkuara, që ne të kemi në tavolinat tona produktet që ne jemi rritur. Ja njohim erën, se po themi tamam birrës, ja njohim shijen. Ju po nisni një biznes të ri, me sa duket edhe nga biseda paraprake, biznesi ka marrë udhë. Pra, ju keni sjell edhe këtu në Michigan furnizimet e para me birra Korça. Donald, me ty së pari, pse u lidhet ti me birrën përveç emrit Korça? Ka një lidhje tjetër? E ke pirë shumë birra apo si? 100% e kupton, sporti me birrën janë shok të ngushtë, apo jo? Se më shumë sport, më shumë birra. Jo, shakabe, uji i Moravës na ka mbajtur gjallë në Korçë, kupton? Po kjo është një histori, një pasion fantastike që i vogël kur jam rritur në Korçë në kohën e komunizmit. Babi tim, Petrika Suxho, dhe familja tonë, me mamin, me vllajin, kanë qenë sportistë në Korçë, dhe unë mbaj mend që një fëmijë i vogël kur babi bante ndeshjet në pallati i sportit, dhe gjithë tifozët, gjithë shokët, gjithë familja shkonin nga pallati i sportit në Korçë, më kam ngadal, dhe shkonin në birra Korça, në Panda që ishim atëherë. Dhe unë si djalë i vogël gjithmonë jam rritur me ato eksperjenca, me sportin, me tifozët, dhe pastaj me shoqërinë dhe më 2 mëngjesi duke ngrënë birra, duke ëngër kërnacka me qep, edhe birra Korça. Dhe ajo mendim, apo jo, ha? Do me thënë, ajo mendim, ajo eksperiencë, me ato shoqëri, më ka ngelur fiksim, dhe gjatë dytë, si fëmijë i vogël që jam rritur në Korçë, në ushtria vinim çdo mëngjes me vrap, me vllajën, me shoqërinë, bënim vrap edhe deri në Moravë dhe ktheheshim. Dhe më thënë, ajo birra Korça për neve ka qenë një si fiksim, një si qendër që na ka mbledhur të gjithë bashkë, dhe në fund pastaj Zoti na solli shumë njerëz dhe partnerë. Po kjo ka lindur ajo si ide, si dëshirë, si ëndër për mua që i vogël, e kupton? Dhe pastaj kam ardhur në Amerikë. Amerika është land of opportunity, që thonë, apo jo? Këtu bëhet çdo ëndër bën realitet, po të duash. Ta provojmë edhe një herë me birrë. Okej, tani ta pyesim Josifin. Mirë, ti më kujton historitë e rinisë tënde të Josif, çfarë ju të roqi? Ju keni disa kohë në Amerikë që po merreni me importin e produkteve të alkoolit, verë dhe birë nga Shqipëria. Pse birra Korça? Në përgjithësi, faleminderit për ftesën, edhe faleminderit që na jepni mundësi të jemi në këtë televizion. Pse birra Korça? Që kur e kemi krijuar kompaninë e import-eksportit, dëshira, jo dhe vetëm dëshira, po qëllimi ynë ishte që ti prezantonim produktet cilësore në këtë treg shumë madhor. Edhe birra Korça, sipas mendimit tim, është një nga birrat më të mira në rajon atje, po besoj që mund të ketë shumë hapësirë edhe në këtë treg shumë të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po me një punë shumë madhore do të dali. Atëherë, si e keni organizuar distribucionin? Si
merren në birrat. Ju dhe Donaldi. Donaldi e kishte dëshirë edhe me besën edhe me idën flisnin, po unë si përfaqësues i kompanisë Import-Export, AG Mac Import-Export, kam një çik më shumë eksperiencë edhe ullëm, diskutuam shumë gjatë edhe i vun gjitha bazat ligjore në çfarë mënyre do të punohet, si do shkoj edhe si do fillojmë, si do kapim edhe nga kompania kryesore është AG Mac që ka qendrën në Columbus, Ohio, por neve nga këtu shpërndajmë në shumë shtete të Amerikës, që kompania jonë already ka bashkëpunime dhe ka të gjitha të drejtat edhe licencat e duhura për të shitur këto produkte në këto shtete. Është interesant, Shtetet e Bashkuara kanë kaluar atë periudhën e prohibicionizmit dhe unë po lexoja një lajm para disa ditësh. Lajmi drejtohej indirekt edhe shqiptarëve se në disa shtete ndalohet të pjekësh raki. Nuk rrim dot pa të. Prandaj e përmenda këtë për humor, por dhe për faktin që shtete të ndryshme kanë legjislacion të ndryshëm për pijet alkolike. Na sqaroni disi këtë. Po, se në fillim do të kesh licencë për të importuar produktin, duhet të regjistruar me TTB, Tobacco and Trade Bureau, edhe ta marrësh kolla Public Registry me FDA, Food and Drug Administration, mbasi i regjistron atë importuesi që importon produktin duhet të ketë licenca, si që thonë këtu, outside of the state, supplier or non-resident licenses, për çdo shtet. Edhe AG me kompania ime i ka këto Paka shumë. Jo paka shumë, se neve punojmë sjellin produkte të tjera nga rajoni. Edhe i ka këto edhe për neve ishte shumë më e thjeshtë kur ja shpjeguam Donaldit këto, i thashun kjo bëhet, është shumë e thjeshtë që nuk besonte. Nuk besonte. Është edhe parë që po bëj këtë biznes, unë kam qenë sportist, kam bërë gjëra të tjera dhe Po mirë, sporti ka njerë është biri i guximit dhe hilesh. Ajo që ka gjë më e bukur, kupton, sepse sporti që ka mësuar unë, më thënë çdo njeri nuk bëhet successful që thonë vet. E kupton, unë diçdi, e kupton, po kur jam bashkuar me Josifin dhe me partnerët dhe me Ida. Sidomos voleybolli është sport ekipi. Ekipi dhe për shembull jam fjalosur me Josefin, me Ida Veliun dhe Besa Sharon që jemi takuar në Naples në një festival shqiptar, siç vjen jeta. Edhe Besën e njini unë kam interesuar disa herë. 100%, ajo është partnera tonë. Edhe mi keshën shojone. Edhe Besa na ka sjellë, e kupton, Josefin dhe Idën që janë partnerë dhe Josefi u ulëm aty, Jeffi, dhe ulëm e tha, ja si bëhet kjo biznes tam. Dhe na i shpjegovi pikë për pikë se ka shumë eksperiencë, është shumë efficient dhe ka shumë shoqëri në tërë Amerikën dhe për mua është një, jo vetëm jandër, po sot jemi këtu në Michigan, kemi takime me shumë njerëz, dhe unë kam shumë dëshirë, kupton, dhe si partner që jemi, të ndihmoj kompaninë tonë, të shesim më shumë bira dhe të takojmë më shumë shqiptarë. Tani, çdo biznes i ri hedh hapet e para. Në fillim ka dhe vështirësi. Tash një nga vështirësitë do të jetë zinxhiri i furnizimit. Po, Josif, si e keni planifikuar, si po vepron, ju thatë që keni filluar shpërndarje? Zinxhiri i furnizimit për momentin nuk është problematik fare, se kompania është ekzistuese që ka importuar bira Korçën, edhe partnerët i ka në të gjitha shtetet që importojmë, që neve punojmë dhe ata bëjnë urdhrin, edhe e marrin delivery, ose vinë ata, ose neve i dërgojmë me traqet tona, ose me traqet të tjera. Logistically, ajo është problemi më i vogël. Problemi më i madh është shitja. Po ju keni përgjegjësi për shitjen, apo duhet të ai pika e shpërndarjes, dyqani që e ka, duhet ta shesë atë se ndryshe të kërkon më, apo jo? Përgjegjësi kemi të gjithë, se ky është zinxhir. Po. Përgjithësi ka bira Korça që ndajt për prodhim, përgjithësi ka kush e sjell, kush e distribuiton, kush e shet, edhe deri në fund që të vinë në tavolinën e shqiptarëve edhe të gjithë amerikanëve. Po. Ka gjithë korçarëve këtu doni bira Korça, doni të kujtoni vendlindjen. Urdhë bujrum. Jo vetëm korçarë, gjithë shqiptarë. Po, gjithë shqiptarë. Sepse bira tonë... I thash korçarë më tepër për t'i ndjenë... Për t'i apër atë... Se nga njerë janë të rezervuar. Donald, a ishte kjo një zgjedhje
më shumë biznesi apo dhe një zgjedhje edhe emocionale, edhe patriotike, edhe do të thoja nostalgjike? Shumë pyetje mirë sepse unë besoj, më thënë, si nga sporti që isha që na bajkovi Zoti në Shqipëri, në Korçë, e kupton, na dha një si talent, po me pa punë nuk bëhet. Volebollin kam pasur pasion në zemër dhe prandaj arrita në ato që kam arritur. Dhe Bira Korçën edhe unë besoj që në çdo gjë që bën në jetë, në biznes, në shkollë ose në punë, nëse se ke në zemër, nëse se ke pasion, nuk bëhet, nuk ka mundësinë ta bësh. Mund ta bësh për 1 vit, 2 vjet, por nuk e realizon dot. Dhe për mua kjo Bira Korça është nostalgjia, është eksperienca, janë traditat, është shteti tonë, është një nga birat më të 1928, e kupton, kemi një histori, tradita dhe eksperienca fantastike. Dhe për mua ajo e para që e pasionit, ashtu si ta sillim të birë tu, që ti mbledhim gjithë shqiptarë bashkë, të pinë një birë që e kanë dëshirë shumë dhe të bëjmë muhabete kësaj me neve. E para është pasioni, e dyta është biznesi, po se ne jemi partner. Edhe kjo nuk është një si për neve një lojë që e kemi sjellur birën, do bëjmë qefe, do ikim. Jo, ne kemi sjellur birën, jemi këtu, do rrim këtu për shumë vite dhe kemi shumë dëshirë që jo vetëm komuniteti shqiptar në Michigan, në Chicago, New York, Florida, por edhe të gjithë amerikanë ta pinë birën tonë dhe historinë tonë, sepse tash njerëzit e dinë Shqipërinë. Shqipëria dhe juve bëni një great job me televizionin tuaj në gjithë Shqipërinë e tërë botën, që njerëzit tash po e shikojnë Shqipërinë një si vend shumë i bukur. Dhe kur e marrin vesh që kemi një birat më të mira nga Evropa, unë them, dhe amerikanët do ta shijojnë birën. Kështu që për neve dhe Jozifi jemi këtu për long term. Po, atëherë për long term ne duam Oktoberfest. Korça Festival në Michigan. Ju, Josif, keni një përvojë pikërisht për importin e pijeve alkolike, po çfarë bën të veçantë birën Korça sipas jush? Sipas me cilësia e birës, çmimi është shumë konkurrent, edhe dëshira jonë që të tregojmë një produkt nga vendi nga ku kemi ardhur, se edhe unë jam nga Pusteci ose Liçenaci, po është 20 km larg nga Korça, edhe neve e njohim Pandën, e njohim Bira Korçën. Patjetër. Po ju tashi njihni edhe tregun amerikan. Si do t'ja prezantonit një Amerikani këtë birë që ai njeh 3-4 emra birrash amerikane, pse do pi ai një birë shqiptare që është Pilsen karakteri. Pilsner, blond Pilsner. Blond. Do më thënë birë me blonde. Kur do t'ja prezentojmë ai person që pi atë stil bire, që është Bira Korça blond Pilsner, edhe kur ta provojmë me 2 të 3 të ndryshme bira, unë shpresoj edhe besoj shumë fort që Bira Korça në cilësi edhe në shije është më e mirë se të tjerat, edhe shumë më konkurente në çmim. Do më thënë, kemi të gjithë faktorët, edhe me bashkëpunim shumë të mirë që kemi me prodhuesin, pse mos të dalim mirë. Për shembull, nga ndryshon Bira Korça nga Corona? Pika e parë, mali Moravës, uji Moravës, kemi ujin më të mirë në botë, dhe Bira Korça bëhet me një ujë. Bira Korça ka Elbin, është një nga gjëra më të mirat në botë, që kjo birë është një birë speciale. E treta, Bira Korça ka të njëjtën recipi, të njëjtën ku e ka bërë që në 1928, deri tani për 2 vjet do bëhet 100 vjet, nuk e ka ndryshuar si e bëjnë birën, e kupton? Ajo shija, ajo histori e kësaj birës. Italianët kur erdhën atëherë që e ndërtuan Birën Korçën, ata kanë shkuar në gjithë Shqipërinë duke parë ku ta bëjmë një birë shumë të mirë. Pse ata italianët që kanë më shumë eksperiencë neve zgjodhen Birën Korçën? Pse? Sa kemi ujin, kemi Elbin, kemi teknikën, dhe presidenti Zoti Irfan që na ka ndihmuar shumë, Isem Belliu që është partneri ton, ka investuar dhe ai shumë në Korçë me teknologjinë, ka marrë aparate nga Çekoslovia. Do të thënë Bira Korça që njerëzit akoma nuk e njohin amerikanët, ka cilësi fantastike më shumë se Heineken ose Modelo që për mendimin tim janë si ujë ngrohtë. Okej, birat meksikane janë si ujë ngrohtë. Nuk janë stërnipi një birë gjermane të bëra në Meksik. Ajo, si histori, dhe më thënë, t'ja shpjegosh, dhe Jozifi tha se, e kupton, t'ja shpjegosh një person amerikan që nuk e njeh Shqipërinë ose Korçën, ti thuash 2-3 gjëra. Kjo birë është 100 vjet.
një recipe, ujë i mirë nga mali, nga Elbi, një proces. E kupton, çdo njeri është kurioz. Dhe ai kurioziteti sa ta provoj, barovi. Po, si të luftojmë në treg, po themon tash, për ta bërë zakon që të pihet birra Korça. Për shembull, unë shkoj tek dy janë Heineken edhe ajo Modelo ose Corona. Corona, ja. Si birë më lehtë, po Corona afrohet me blond, me ato birrat bjonde. Pyetje e sakt, tregu amerikan është shumë i madh, shumë agresiv edhe shumë konkurrues. E vetmja mënyrë është të ne si partner edhe si kompani të bëjmë tasting që quhen këtu në Amerikë, do me thënë provojmë, e japim buthe edhe i japim njerëzve që ta provojnë bira. Ajo është një nga mënyrat më efikase, plus neve kemi edhe projekte të tjera me online digital marketing, me TikTok ads, me Facebook, me social media, do më thënë nuk do jetë e lehtë. Do jetë një kohë 3 vjeçare besoj unë që do na marri që të hyjë në treg edhe të hyjë në treg, po jo vetëm të hyjë në treg, po që ta njohin edhe kostumerët amerikanë, do më thënë. Po pra. Do marrin një kohë 3 vjeçare, 3 deri në 5. Kjo është, do më thënë, pikqëllimi ynë, edhe në atë drejtim po punojmë e do punojmë shumë fort. Edhe e dyta është që me këtë grupin që kemi neve, jemi grup serios, nuk është se puna po e bëjmë këtë birën Korçën për një vit e do ikim, e kupton? Në qëllimi tonë është do jemi në market, do jemi në market, do furnizojmë marketing, do ndihmojmë marketing tërë njerëzia që po na ndihmojnë duke shetur, si shtat Jozefi do bëjmë marketing, e kupton? Dhe më shumë t'jesh si në sport, po if you show up every day, e kupton? Po t'jesh gjithmonë, kemi birën, kesh bira, është bira këtu, nuk ngelemi kur pa birë, dhe pastaj njerëzit është, e kupton, sa e provojnë, e shikojnë dhe e blenë pastaj. Okej. A mendoni se konsumatori amerikan është i hapur për shije të reja? Po. Nuk është shije e re, është shije që ka ekzistuar, po cilësia është, sipas mendimit tim, është shumë më e mirë se mos them 99% të birave që të mos jem kaq arrogant, po është cilësi shumë e lartë. Edhe ai amerikan që e pik të stil biri, nuk ka problem që të eksperimentoj. Edhe bile se kemi provuar neve sidomos në Columbus, Ohio, ku kemi shumë miq të ngushtë që kanë restoran, bare, pube që frekuentojnë 100% nga kostumer amerikan, e kanë provuar edhe e kanë pëlqyer edhe, do më thënë, neve i morëm sinjalet e para, do më thënë, populli e ka qef. Edhe populli amerikan në përgjithësi se janë, është land of immigrants, gjithë janë imigrant. Melting pot. Ata kanë qef një histori, kanë qef një produkt të ri, kanë qef një produkt të bukur. Dhe një produkt të cilën se ka njohur ose të jetë ndryshe nga ato që njohin për dita. Për shembull, po vajta në një dyqan, edhe po të blej një çokoladë, e shikoj një çokoladë që se kam provuar asnjëherë, po e shikoj aty 928 është nga, ku diun, nga Sweden. Okej, të ta provoj një herë. Tash cilësia po të jetë mirë, unë do shkoj prapë, e kupton kurioziteti amerikan. Po shiko, amerikanë janë shumë kurioz, Ka dy element. Një është kjo, po ka dhe ajo që bëhet model si çokolada Dubai, për shembull, pavarësisht nuk ka ndonjë cilësi të veçantë. Nga njëherë e kupton një video në TikTok, po të kemi edhe ne kemi nevojë për një influencer shqiptar që ta bëjë ta video në TikTok, e kupton, po një video në TikTok për shembull mund të shesë shumë. Kështu që nuk dihet ajo. Okej. Si po ndërtoni strategjinë tuaj? Po mbështeteni fillimisht te komuniteti shqiptar apo jeni hedhur gjërësisht? Fillimisht edhe ai ishte edhe plani që kemi bërë neve, se fillimisht neve dinim që nuk do jetë e lehtë, po e dinim me mbështetjen e fortë që kemi nga komuniteti shqiptar, do të thënë investimi që do bëjmë nuk do jetë, do të thënë
është i madh, po do marrim ca para mbrapa që të riinvestojmë, se nuk do jetë vetëm të hedhësh. Edhe komuniteti deri më sot, pires për 2 javë që kemi birën, na ka mbështetur maksimalisht. Të jemi shumë të sinqertë, na ka mbështetur shumë. Okej, shumë, po ju mbështesim edhe ne, po desha të di si po shkon shpërndarja në Michigan, sepse unë do ta pi ulla. Yes. Pi 2, mos pi 1. Michigani kemi besoj se 7 apo 8 lokacione që e kanë marrë, që po e shesin, edhe unë e Donaldi që kemi punuar dje dhe sot këtu, besoj se deri në fund të javës tjetër do kemi edhe një 20 të paktën. Qane, pizzeria, telefoni tim, po qaj të ashtë sepse kemi vërë një si post në Albanians në Michigan për qef, duke edhe ka shumë jemi takuar dje me restaurant owners, me bar owners, vajtëm të shi ku ishim në një vend 1 orë larg në Detroit, është Eden Market. Më tha që kene edhe takime të tjera. Kemi takim pastaj me bare, kështu që më thënë, është një dëshirë fantastike, kupton, njerëzit duan ta blenë, duan ta shesin. Edhe një mbështetje fantastike nga komuniteti. Edhe kështu, edhe nuk është një gjë vetëm ta blenë birën, është një kënaqësi të takohesh me këta business owners sepse kanë dëshirë, nuk është sepse ta bles ta shesis. Ore, ne duam sepse komuniteti shqiptar e ka marrë malli, duan të pinë birë, nuk duan të pinë korona. Nuk e gjenë dot birë në koshin, themi ja kush bira, e kemi gati. Ja ku e keni, ju asolla, lirin nëse gjerë, si ta Skënderbeu. Megjithatë, a mund të bëhet bira Korça një simbol i pranisë shqiptare në tryezat tona? A është ky pikësynimi? Është pikësynimi, do marrit ca kohë, po asnjëherë nuk themi jo në biznes. Se që tonë ata në biznesin politik të asnjëherë thua jo. Jemi në Amerikë, kështu që zoti dhe kupton, ka shumë shqiptarë në Amerikë. Michigan, New York janë qendra, ja si dhe mirë telpi i shqiptarëve në Amerikë, po ne duam sepse revizioni tim ka qenë ato kujtime time në Korçë kanë qenë njerëz bashkë, kanë qenë festa bashkë, nuk ka qenë 4 veta duke pirë birë në qoshke që i themi ne. Kupton, ka qenë weekende në Panda, 500 njerëz me gra, me fëmijë, duke ngrënë, ajo që limiton që një jemi bira e komunitetit shqiptar në Amerikë, bira Korça, kupton se me tradit, me eksperiencë, me shije, kemi qef që kjo birë t'i lidh njerëzit, kjo birë t'i lidh sportistët, kjo birë t'i lidh kisha, dhe kupton tëra. Përmendë sportistët, unë prapë po kthehem tek fakti juaj që jeni sportist, madje keni qenë dhe kapiten. A ndjesh prapë kapiten edhe në këtë fushë të re? Unë nga sporti jam mësuar të bëhem team player, ekip. Edhe çdo ekip ka forcat e tij. Për shembull, forca e Jozifit nuk është forca time. Forca time është ndryshe, forca e partnerëve tonë janë ndryshe. Unë për shembull, kapiten, do bëhem kapiteni që çka ka mundësi unë, si Donald, me shoqërinë time, me networking tim, me shoqatën time, t'jap dyert që të fut ekspertin e birës me distribucionin dhe ato partnerët tonë që kemi neve, ato do hapin derë të tjera. Në më thënë e kupton, çdo njeri është kapiteni ti i pari, pastaj është ekipi. Dhe për të moment, unë jam team player. Team player, po ti nuk do të humbasësh pikë. Kur? Atëherë, cilat janë pikat që nuk duhen humbur në këtë moment? Pikë e parë, mos humbim shishe, kupton? Për rrugë. Jo, biznesi, në qoftë se mendohesh që të shesës, si sta Jozefi, 6 muajt e para të tëra, nuk je realitet. Neve kemi një, si ton, long term vision, neve kemi 3-5 vjet biznes, e kupton? Dhe të mos humbim neve pikë e parë të mos humbim këto relationship që po bëjnë. Për shembull, po takojmë njerëz fantastik, dyqane fantastike, bare fantastike, dhe ajo është pika më e rëndësishme që këta njerëz kur marrin birën mos i humbim. Si klienta, si shoqëri, e kupton, t'i supportim, që ata të fitojnë dhe ne të fitojmë. Kështu që për mua ajo është number 1, që t'i mbajmë tërë relationship bashkë, që mos i humbim. Ju më thatë në një bisedë paraprake, ndoshta mund ta përmendni që ju keni mbas gjithë asaj karriere të gjatë sportive, pësuat një aksident disa vite më parë, çka ju pamundsoi vazhdimsinë e marrjes me sport ose të trajnimit. Në këtë mes, çfarë këshille mund t'i jepni edhe të shqiptarëve dhe të rinjve të tjerë që duhet kalojnë
nga sporti apo arti në biznes, sepse jeta është jetë, duhet të bjetojmë në këtë realitet. Është një gjë shumë e vështirë, më shumë, kam bërë sportin për 20 vjetë, dalësh gjithmonë nga ajo në një zanat tjetër që i themi neve, nuk është e lehtë, kupton, do kohë, po ju them gjithë fëmijëve dhe biznesmenëve, këtu jemi në Amerikë, ka shumë shanse, ke shumë opportunity, be open minded, e kupton, ape kokën. Të hapësh me bira. Apo hapë kush bira? Hapë një bira, hapë një bira. E kupton, më thënë, ta kesh kokën e hapur, të fjalosesh me njerëz sepse këtu ke shumë shoqëri, e kupton, dhe çdo shoqëri ka një biznes tjetër, ka një pasion tjetër dhe nganjëherë nuk dihet kur hyn ajo. Dhe pika e tretë është duhet të më thënë, çdo gjë do bësh me pasion nganjëherë, e kupton. Për shembull, unë sa do një pizzeria, nuk di të bëj pica. Pse ta bëj? E kupton? Tash kam qef atë biznes, kam qef birën, po, mund të bëjmë një partner, ta bëj bashkë, domethënë, çfarë pasion e ke, çfarë ka dhënë Zoti ato kualitetet, me ato do të ikësh, sepse në fund të fundit ashtu bëhesh successful. Edhe një pyetje për të dy, a shihni këtë projekt vetëm si biznes apo si dhe mënyrë për të promovuar vlerat e Shqipërisë, kulturën shqiptare, edhe birën Korça dhe qytetin e Korçës? E le Josefin të parin. Të dyja, biles vlerat janë të parat, pastaj është biznesi. Që Amerikanët duhet të din nga vim si jemi, qysh jemi, çfarë kemi. Ajo është e para dhe biznesi është i dyti. Biznesi vjen më vonë natyrisht. Emigracioni është shumë e vështirë për gjithë neve. Jozefi ka ardhur i vogël, unë i vogël, gjithë kemi ardhur në një vend tjetër dhe nuk është e lehtë. Aq më tepër në fushën tuaj mund do ta rithem këtë, po kujtoj nga jeta juaj sportive, kur ish trajneri grek që ju pa mbasi ju kishte neglizhuar si shqiptar, që luanit si kampioni ekipit amerikan, dhe i the, mjeru pashi. A i tha, pse si e grek ta shumë, fada shumë jam shqiptar amerikan, ja, po kështu e ka jeta, po dëgjoj, për neve, gjithë shqiptarët, ose dhe amerikanë, dhe kupton, ky është vendi i imigracioneve, dhe është e vështirë. Të në çdo gjë është e vështirë tu, po ke shumë shanse, dhe për neve si partner që jemi, ne duam që kjo birë të prezantoj traditat, eksperiencët, memories, ato shije, e kupton. Neve kemi qef të bëjmë kërnacka me qep, e kupton, me këtë birën. Se kemi gjetur recetën akoma. Akoma do të sillem në një korçar. Kështu që vlera, eksperjenca është e para, se pastaj e dyta biznesi vjen natyrisht. Vjen natyrisht. Për neve kemi me pasion dhe me biznes. Por ju të dy, çfarë do të thotë emri Korça? Për mua për mua jam lindur, rritur, me vrap, me gjak, në pati sporti që s'kishte drita, s'kishi muj, ftot, për mua është identiteti tim, e kupton, në Korçë, tashi mami tim bëhet qik nervoze, sepse mami e kam nga Tirana, dhe kam kaluar shumë në Tiranë, e kupton, se mami thotë pse ti thua. Pronari i Korçës shetë edhe Tiranë. I know, po që e kupton, për mua është identiteti, është familja tonë, është respekti i qytetit fantastik, me njerëz fantastik, me eksperiencë, jo vetëm në biznes, me birën, po edukacionin, me sporte, kupton, jemi me fat që jemi në Korçë. Për mua Korça, se rritur në fshat, Korça ishte qyteti më i afërt, edhe kur shkonim atje, se siç ishte koha, një autobus kalonte një herë në ditë. Ishte domethënë çdo herë kur shkonje, ishte shumë i ekzekutuar, like, oh my god, kam shumë qef të shkoj, të provoj gjërat e reja, edhe unë jam rritur me atë se Korça atëre ishte një nivel tjetër për neve nga fshati. Okej, si mund dhe ku mund të gjenë shqiptarët tashmë në Amerikë birën Korça? Në Amerikë, unë mund të flasim në shtetet ku jemi shtërirë, ku ka më shumë shqiptarë. Në të dy atkot, e ke në Max Deli, Besa, Gja me miq do bëjmë, neve kemi një website, birakorça.usa, aty kemi vënë gjitha dyqanet, e do t'i vëmë më shumë, shkosh aty të vesh Michigan e i ke dhe dyqanet, kemi aty, kemi bërë Ohio, kemi aty, kemi Chicago, kemi aty. Do më thënë, duhet të kuptojemi që Bira Korça s'ka as 3 javë, sot bën 3 javë që ka ardhur, edhe është shpërndar, besoj unë në më shumë, se 60-70 lokacionet të ndryshme në 4 shtetet të ndryshme. Tani ne presim. As 3 javë që sot, dite premte. Sot bën tamam 3 javë që u shkarkua.
Oke, shumë mirë dhe ju urojmë suksese, po do deshim ti përmende disia, mund të bëhet në një diçka degustative që të tregohet si që përmende nga butimet, merret bira? Absolutisht, po dhe këto janë planet dytësore, ashti neve në fillim deshim që të vinte, të shikonim si do shkonte, po ato janë planet një qik të më vonshme, edhe këto do jenë, do më thënë, tradit muaj për muaj, ose 1 në 2 muaj, ose ku do ke ndonjë festival, ku do ke diçka të tjerë. Dasma, kemi qef dasmat. Dasma. Kush bën dasma? Please call us, sepse ne duan të shesim për dasmat, për ditëlindje shqiptare, se aty e kupton, kam vajtur në dasma shqiptare në Michigan, është fantastike, e kupton, kam shumë shok këtu. Dhe shikoj birën Koronën edhe Modelo. No more, vetëm bira Korça. Për dasma. Ta mbyllim me këtë fjalën, no more, Vetëm bira Korça. Pini më shumë bira Korça. Pini më shumë bira Korça, no more të tjera, se si thonë kot, o korçare, o i qfare. Dhe natyrisht me 2 nga miqtan sot në studio që i krijojnë këtë mundësi gjithë shqiptarve të trashëgojnë jo vetëm traditat më të mira të kombit të tyre, por dhe shijet e kombit. Dhe kjo është një nga veçoritë kryesore, edhe unë për këtë ju uroj ju Donald edhe për këtë nismë do ta quaja sportive, sa dhe nismë biznesi për Josifin, dhe të shpresojmë që çdo dasëm shqiptare të ketë ndër të tjera edhe birën Korça në Tryezë. Ju faleminderit për praninë në studio. Faleminderit shumë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu po e mbyllim emisionin ton Univers. A ka një gjë më universale se sa ta rikthejmë një bira Korça në këtë moment, gëzimi edhe për nismën e re të këtyre 2 biznesmenëve që sjellin Shqipërinë dhe Korçën kudo ku ndodhemi këtu në emigracion. Edhe njerë do thoja gëzuar, po se kam birën këtu, me gjatë urime dhe suksese. Shumë faleminderit.